Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev, duke shprehur ngushëllime për të afërmit e viktimave në Koçan, është nënshuar në librin e ngushëllimeve në ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Radev për televizionin bullgar BG-Njes ka thënë se Bullgaria mund të pranojë më shumë pacientë nëse Shkupi ka nevojë për ndihmë mjekësore. Bullgaria është e gatshme dhe do të vazhdojë të ndihmojë për çfarëdo që të jetë e nevojshme. Momentalisht presim që pala maqedonase të vendos nëse ka nevojë për pranimin e 10 të lënduarve të tjerë të tragjedisë. Avioni transportues ushtarak Spartan dhe ekipet mjekësore janë në gatishmëri, andaj do të ofrojmë ndihmë. Kjo tragjedi tregon se njerëzit në dy anët e kufirit mund dhe duhet të mbështeten tek njëri tjetri, por jo vetëm në ditë si kjo e sotmja, por për hir të së ardhmes son të përbashkët evropiane, tha presidenti bullgar. Aktualisht në spitalet bullgare ndodhen të shtruar 14 persona të lënduar, të cilët janë transportuar me avion transportues ushtarak Spartan dhe autoambulanca të mjekësisë emergjente të Sofjes. Ndryshe, sot në Bullgari është ditë e zi kombëtare në kujtim të vdekurve nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan, ku 59 persona humbën jetën dhe mbi 155 u lënduan.